Rruga Det Gjon Luli është përfshirë në projektet e Bashkisë së Vlorës për t'u rehabilituar. Investitori i këtij investimi është vetë bashkia, ndërsa vlera e financimit është rreth 8 milion lek pa TVSH. 2 muaj ishte afati për përfundimin e këtij projekti të rëndësishëm, që do të bënte të mundur përmirësimin e cilësisë jetesës për 10 familje, të cilat janë të vendosura në këtë pjesë pranë zonës së Kuzumbabas. Megjithatë, në këtë projekt aktualisht nuk po punohet, ndërsa është mjaftuar vetëm edhin e çakullit. Gjithashtu, edhe ndriçimi rrugor është i vjetëruar në këtë zonë, ku sikundër po ndiqni pamjet në ekran, ndërsa banorët kërkojnë të vijojë investimi. Nuk dihet se përse projekti është ndërprer, në një kohë që 2 muaj tashmë kanë kaluar, kur duhet të kishte përfunduar si investim dhe të ishte në shërbim të banorëve të zonës. Kjo zonë e qytetit nuk ishte njohur asnjëherë dorën e investimeve, ndërsa tek banorët më në fund u ngjall shpresa për të bërë të mundur përmirësimin e jetesës së tyre të përditshme, por duket se punimet janë ndërprer dhe nuk dihet se përse firma e cila ka fituar tenderimin nuk po vijon punën dhe është mjaftuar vetëm me hedhjen e çakullit.